komandantin legjendar Adem Jashari. Entuziazëm kudo në këtë ditë që gjatë kishin ndruar qytetarët e Skënderajt. Qaste që kur nuk do të harrohen. Moment edhe me veçantë kësaj dite historike, me shkurështarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, nisën tek lagja Jashari. Vetëm varret e atyre që u kthyen në legjend, u kishin mbaroje kullave të prekallësit. Në krye të kolonës së gjatë, është nipi i komandantit, Bashkim Jashari. Ushtarët e rreshtuar u nisën tek varret për të treguar komandantit legjendar sa mariti i tij u përmbush. Nderuari zoti komandant, ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës të raportojnë dhe të informojnë se lufta morri fund. Kosova tashmë është e lirë. Më pas karvani ushtarëve vazhdoi rrugën drejt kullave. Ky është momenti i parë kur dikush futet në oborrin e këtyre shtëpive, që u kthyen në simbol të luftës për liri. Gjithçka kishte marrë pamje tjetër. Moment trishtimi, por edhe krenarie për ushtarët e UÇK-s, që dolën fitues të një lufte të pabarabartë. Tash qyteti nuk është në duart e forcave serbe. Nga ky moment, për të gjithë, filloi një jetë e re.